Lëim hoti dëhre situata që tronditi shtëpin, frika e Albës, heshtja e limit dëhre një dyshim që në rukë mund të injorohet. Shtëpia e Big Brother Kosova ka parë debate, xhelozi, përplasje karakteresh dhe strategji loje. Por ajo që po ndodh këto ditë është diçka krejt tjetër. Është një situatë që shkon përtej spektaklit, përtej kamerave dhe përtej votave. Është një situatë njerëzore, e rëndë dhe delikate, ku në qendër janë Alba, gjendja e saj emocionale dhe fizike, dhe Lim Hoti, një emër që prej hyrjes së tij nuk ka pushuar së trazuar shtëpinë, gjithçka filloi gradualisht. Alba nuk u rrëzua papritur. Nuk bërtiti. Nuk kërkoi vëmendje. Ajo u zbe ngadalë. Ditë pas dite, fytyra e saj humbi ngjyrën, energjia ju shua dhe buzëqeshja u kthye në një përpjekje. Banorët filluan ta vërenin që ajo rinte më shumë ulur, fliste më pak dhe shpesh vendoste dorën në bark, sikur po përpiqej të qetësonte një dhimbje që nuk po kalonte. Në fillim, Alba mendoi se ishte stres. Big Brother nuk është i lehtë për askënd. Por dhimbjet vazhduan. Lodhia u bë e pazakon. Marramendja u shtua. Dhe frika. Frika filloi të rritej brenda saj. Në një nga momentet më të qeta të ditës, Alba u afrua te Bias, personi që ajo e ndjente më pranë në shtëpi. Zëri i saj ishte i ulët, pothuajse i thyer, nuk jam mirë. Jam shumë keq. Bias e pa drejt në sy. E kuptoi menjëherë që nuk ishte thjesht lodhje. Çfarë ke? Alba heshti për disa sekonda. Dukej sikur po mblidhte guximin për të thënë diçka që i rëndonte shpirtin, kam dhimbje. Nuk ndihem si zakonisht. Jam me sëmur. Kam frikë. Bias ju afrua më shumë, instinktivisht, ke folur me produksionin? Alba tunte kokën ngadalë, jo akoma. Por mendoj se duhet. Pastaj erdhi fjalia që e ndryshoi gjithçka, mendoj se duhet të bëj një test. Bias u shtang. Nuk bërtiti. Nuk reagoi me panik. Por sytë e saj e tradhtuan tronditjen. Ajo e kuptoi menjëherë peshën e asaj fjale. Test. Një fjalë e vogël, por me pasoja të mëdha. Emri i Limit nuk u përmend në atë moment, por ai ishte i pranishëm në ajër. I pashmangshëm. Sepse historia e Albës dhe Limit brenda dhe jashtë shtëpisë kishte lënë gjurmë që ende nuk ishin shuar, ndërkohë Lim Hoti dukej i largët. Ai sillej në shtëpi me një qetësi të çuditshme, pothuajse mbrojtëse. Nuk i afrohej Albës. Nuk kërkonte biseda. Nuk shpjegonte asgjë. Disa e lexonin këtë si shmangje, të tjerë si hutim. Por heshtja e tij u bë gjithnjë e më e rëndë. Alba filloi të mbyllej në vetvete. Në dhomën e gjumit, shpesh kthehej nga muri. Lotët i rridhnin pa zë. Në dhomën e rrëfimit, ajo nuk e mbajti më veten, kam frikë. Shumë frikë. Nuk e di çfarë po ndodh me trupin tim. Dhe fakti që jam këtu, para gjithë botës, më bën të ndihem edhe më e pambrojtur. Ajo nuk akuzoi askënd drejt për drejt. Nuk përdori fjalë të rënda. Por dhimbja e saj ishte e dukshme. Ishte frika e një vajze që ndodhet përballë një dyshimi që mund t'i ndryshojë jetën përgjithmonë. Bias u bë mburoja e saj. E shoqëroi, i qëndroi pranë, i tha vazhdimisht, mos u trem para kohe. Çfarëdo që të jetë, nuk je vetëm. Por brenda shtëpisë, situata filloi të ndihej. Banorët flisnin me zë të ulët. Shikimet drejt Albës u bën më të kujdesshme. Dhe emri i Limit filloi të përmendej gjithnjë e më shpesh në biseda të fshehta. A e di Limi? A duhet ta di? A do të reagoj? Këto pyetje rëndonin sigur. Lim Hoti, nga ana tjetër, dukej sikur po luftonte me veten. Ai ndjente se diçka nuk ishte në rregull, por nuk po përballej. Dhe pikërisht kjo mungesë përballjeje ishte ajo që e lëndonte më shumë Albën. Jo një fjalë e gabuar. Jo një debat. Por heshtja, Big Brother Kosova, për herë të rrallë, u gjend përballë një situate ku loja ndalet dhe njeriu del në pa. Nuk ishte më çështje strategjie, por përgjegjësie, ndjeshmërie dhe respekti. Alba mbeti në pritje. Në pritje të përgjigjeve. Në pritje të një testi. Në pritje të një reagimi nga Lim Hoti, ndërsa Limi, dashur apo pa dashur, ndodhej tashmë në qendër të një situate që nuk mund të fshihej më pas lojës, sepse kur frika hyn në një shtëpi, asnjë kamerë nuk e zbut dhimbjen. Dhe kur dyshimi bëhet real, Big Brother nuk është më vetëm një lojë, është pasqyrë e jetës.